Mendimet janë energji, ato krijojnë frekuencën tone. Disa menime na japin forcë dhe dritë, disa na marrin energjinë dhe na ulin vibrimin. Menimet, unë jam e dashur, unë besoj në veten time, jam mirënjohëse për këtë moment. Këto menimet japin energji dhe ta hapin zemrën, t'japin qetësi dhe ta rrisin vibrimin e trupit. Menimet negative si nuk jam e mjaftueshme, kam frikë se nuk ja dal, nuk e meritoj këtë. Këto mendime dhe shumë mendime tjera negative ta ranojnë trupin, të marrin forcën dhe ta ulin energjinë. Por ka një sekret, ti ke fuqinë ti ndryshosh mendimet. Si? Fillo duke i verejt ato, bëu thjesht i vetëdijshëm për mendimet e tua. Pyete veten, ky mendim me jep apo me merr energji? Merr frym thellë dhe zgjidh një mendim të ri që ta ushqen shpirtin. Për shembull, nuk jam e mjaftueshme, ktheje në jam e mjaftueshme. Kam frikë nga e ardhmja, ktheje në e ardhmja është plot me mundësi. Nuk e meritoj këtë, ktheje në unë e meritoj dashurinë, bollëkun, paqen. Kujto këtë. Çdo mendim është një zgjedhje, çdo mendim është një kod energjie. Zgjidh gjithmonë mendimet që të ngrejnë lart dhe të sjellin dritë.